Njani për sahabëve e ka vendos me prej një deve kurban, edhe e ka ngrej për dore, do më thënë nuk është hyp në ta, e ka ngrej për dore, e ka pa Rasuli a.s. edhe ka thonë irkebhe, hyp në ta. Ka thonë kë sahabiu, ka thonë, e kom ba njetë për kurban ja Rasulullah. I ka thonë Rasuli a.s. irkebhe, hyp në ta. Ka thonë kë për her dytë, ka thonë e kom ba njetë për kurban ja Rasulullah. Apo është dëvimin musliman. Thot Rasuli a.s. i ka thonë për her tret, irkebha walak, hyp në ta mirë për ty, hyp në ta mirë për ty. Do më thonë, ky i cili e ka vendosë me prej një deve kurban, nuk ka dasht me hyp në ta, për shkak se ju ka duk në nëqmim. Do më thonë, me hyp në ta edhe me prej kurban, zban, logjik. I ka thonë Rasuli a.s. hyp në ta, ka thonë e kumban jetë për kurban ja Rasulullah, hyp në ta, e kumban jetë për kurban ja Rasulullah. I ka thonë për herë tret, hyp në ta mirë për ty. Do më thonë, leje këto, gjuje pashtë. A përshenë o musliman, mos të shkon kjo hadith, ju e dini që lëpë për para, i kanë gjitë dhe kanë livru tokën. A kish pas logjik, nëse është me logjik, me në gjitë me përdor e të në me prej kurban, ose a ka logjik me hymë deve e të në me prej kurban? Nuk ka logjik, ama këtë kallëzën që dini Allahut azza nuk është me këta, është me ata që ka thonë Rasuli a.s. Nuk është me logjikat tona. Logjikat tona janë për me pasu Rasulin a.s. edhe me pasu këtë liber, ama jo për me shpik gjana të reja, për shkak se në qofë se si cili për neve shpikum këtë din, atëre kena me deviju që është kanë deviju ata që në kanë para neve. E lusëm Allahun azza që Allahu subhanahu wa ta'ala më na i pranu kurbanat tonë.